Një nga amandamentet që ka paraqitur Fronti Evropian dhe për të cilin u hap debati gjerë është se si do të përcaktohet përkatësia etnike e qytetarëve. Ata kërkojnë që qytetarëve t'u lëshohet vërtetim nga enti shtetëror i statistikës për përkatësinë e tyre etnike, sepse siç thanë, kjo nuk është e rregulluar fare. Në debat deputetët kërkuan të ketë zgjidhje më të qarta ligjore dhe një ligj me të cilin do të ketë përfaqësim të vërtetë, të drejtë dhe adekuat. Ne konsiderojmë se nuk është i gatshëm për miratim. Por ju, pasi që jeni shumicë dhe pasi që po insistoni që të sjellni një ligj të tillë, së paku ta bëni një rishikim më të thellë të këtij ligjit, një debat më të gjerë të këtij ligjit dhe të ofroni zgjidhje më të qarta juridike të këtij ligjit para se të miratohet. Sepse kur bëhet fjalë për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, ne nuk kemi të drejtë të miratojmë ligje të paqarta dhe të pasigurta Dhe ne nuk mund të pranojmë këtë, nuk mund të pranojmë që një drejtë kushtetuese të zëvendësohet me një premtim politik. Nuk mund të pranojmë që barazia të zëvendësohet me interpretim si të duan këta të vlenit. Nuk mund të pranojmë që garancitë të zëvendësohen me deklarata dhe propagandë. Deputetja e Vlenit, Imërlie Saliu Fetaj, në foltore doli me dokumente, me të cilat pretendon se pikërisht ministrat të BDI-s në qeverinë e mëparshme janë pajtuar me heqjen e balancuesit, ndërsa kolegja e saj Valbona Adili Emini tha se ligji ka rregulla të qarta. Ja të nderuar deputet dhe koleg, këtu është Kreshnik Bekteshi, Ministri i Bashkimit Demokratik për Integrim, i cili dha pëlqim pozitiv për shfuqizimin e balancuesit. Ja ku e kemi Bujar Osmanin, po ashtu ministri juaj. Ja ku e kemi Fatmir Mexhitin. Ja ku e kemi Jeton Shaqirin e kështu me radhë. Më thënë, mendimin pozitiv për shfuqizimin e një mekanizmi, siç ka qenë balancuesi, e dhatë ju dhe besoj se keni qenë dakordsi të plot për një veprim të tillë. Është një gjë tjetër të debatojmë për zgjidhje më të mira, formulime më të mira dhe mekanizma më efikas, por është komplet tjetër gjë të kundërshtojmë nga avancimet vetëm për shkak se vjen nga oponenti politik. Ligji që kemi para nesh është me shumë mjeshtri dhe rregullon mekanizmat bazë të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, duke mos rënë ndesh në kushtetutën e vendit. Ndalen përfundimisht keqpërdorimet dhe etnit dhe vendosen kriteret të qarta dhe bazuara në dokumenta personale të qytetarëve. Amandamentet e dorëzuara u hodhën poshtë edhe nga zëvendës kryeministri Bekim Sali, i cili këtë herë shpjegoi pse i konsideron të papranueshme.